8 elektricistë britanik janë dënuar për përfshirjen e tyre në një skem kriminale, ku ndihmonin grupe shqiptare në vjedhjen e energjisë elektrike për të furnizuar plantacione të paligjshme të kanabisit në Mbretërinë e Bashkuar. Ky aktivitet i ka shkaktuar shtetit britanik miliona pound dëm. Grupi operonte në 32 zona të ndryshme nga nëntori 2020 deri në shkurt 2024 dhe drejtohej nga Ross McGinn e bashkëpunëtorët e tij. Ata ofronin shërbimet e tyre për rrjetet të krimit të organizuar shqiptar, duke u maskuar si kompani legjitime. Hetuesit zbuluan se kompania e tyre ishte regjistruar në Company House dhe disa prej elektricistëve promovonin punën e tyre në LinkedIn, duke krijuar përshtypjen se vepronin ligjërisht. Gjatë gjykimit, gjykatësi David Potter deklaroi se të pandehurit ishin të motivuar nga lakmia dhe se shërbimet e tyre ishin thelbësore për ngritjen e fermave të kanabisit, të cilat ishin të fshehura në objekte si hotele, dyqane, lokale dhe madje edhe një klub nate. Ai theksoi se, ndonse dukeshin si kompani e zakonshme, ata nuk kishin asnjë licencë apo leje dhe vepronin në mënyrë të paligjshme. Operacioni Shkëndia, i ngritur për të hetuar rrjetin kriminal, çoi në sekuestrimin e kanabisit me vlerë deri në 21 milion pound nga më shumë se 100 ferma, kryesisht të banuara nga shtetas shqiptar. Pamjet e siguruara nga hetuesit treguan shpërthime elektrike, ndërsa banda manipulonte rrjetin e energjisë. Madje një prej të akuzuarve kishte pësuar djegje në fytyrë gjatë operacioneve të paligjshme.